Velipoja po përjeton një sezon turistik mjaft të mirë, duke tërhequr çdo ditë një numër të madh pushuesish nga e gjithë Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe diaspora. Plazhi i gjerë me rër, deti i pastër vazhdojnë ta bëjnë atë një nga destinacionet më të preferuara të verës. Pushuesit shprehen se Velipoja mbetet zgjedhja e tyre e parë për pushime, pasi ofron qetësi, ambiente të përshtatshme për familjet. Shumë prej tyre tregojnë se rikthehen çdo vit, duke e konsideruar Velipojen si vendin ideal për të kaluar pushimet verore. Edhe për sa i përket Kosove, vizitorët vlerësojnë se çmimet janë ende të arsyeshme. Pak krejt ndryshimut të pas, jo diçka ekstrem, ja. Veç kryesorja rregull, përballueshme nuk janë. Jena një hotel këtu, është me mëngjes, me darkë, për person 35 euro ja vlen. Me transport me gjitha i ka. Çmime gjithkon bota ato luaj puna çmime, s'kish dikon e pak më shtrenjtë, dikon e pak më lirë, po mirë ashtu. Mirë. Te që tash është mirë. Në luaj tash më nuk e di, po super është. E tash nëse luajn Velipoja luajm edhe na, po s'luajn Velipoja s'luajm as na. Kushtet e mira, pritja e mirë, gjitha këto njeri që i dëshiron janë. Teksa sezoni veror vjen, fluksi i vizitorëve pritet të rritet edhe më tej, ndërsa Velipoja vazhdon të mbetet një nga pikat më të kërkuara të Bregdetit shqiptar, duke konfirmuar rëndësinë e saj në hartën e turizmit të vendit.